Ngjarjet e turpshme të dhunës të ndodhura para dhe gjatë ndeshjes së Superkupës së Shqipërisë në stadiumin e Korçës në sfidën Skënderbeu Tirana kanë vënë në qendër të kritikave Federatën Shqiptare të Futbollit. Më së shumti ka qenë klubi i futbollit Tirana që nëpërmjet presidentit të vet Refik Halili ka akuzuar menjëherë pas përfundimit të ndeshjes zyrtarët e FSHF-s për organizimin e dobët të finales së Superkupës. Zoti Halili i ka kërkuar ndjes tifozëve të Tiranës për rënien dakord të zhvillimit të ndeshjes në Korçë, ndërsa pohoi se federata duhet të kishte përcaktuar qartë vendosjet e tifozërive në atë mënyrë që distancat mes tyre të mos krijonin mundësi për konfrontime. Ju kërkojmë ndjes për sa i përket atij pak problemi që ndodhi, ndoshta nuk ishte i vogël, po kaloi me sukses. Fakti është që organizimin e ndeshjes e ka bërë federata. Ky ishte një diçka lidhur me çështjen e tifozërisë që për mendimin tim ishte gabim që tifozërit u vendosen afër njëri tjetrit, duhet ishin vendosur ndoshta në një qoshe, ku unë ja bëra propozimin njerëzve të federatës, po tifozat e Tiranës nuk e pranuan këtë, duke thënë që ne kemi prej biletën, ky është vendi jonë dhe me të drejtën me gestin që ato bën fund, unë nuk kuqe me to. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila duke u njohur me këto akuza, pak orë pas përfundimit të takimit ka shpjeguar nëpërmjet një komunikate për shtyp në faqen e vet zyrtare në internet, ngjarjen sipas versionit të saj. Sipas FSHF-s, fajtorët e vërtet janë tifozët fanatikas të Tiranës, një pjesë të cilëve donin të hynin pa bileta në stadium. Përpara fillimit të ndeshjes, një grup tifozësh të Tiranës kanë tentuar të hyjnë pa bileta në vendin e caktuar për ta në tribunën për Karshi. Më pas, një pjesë e tyre që ishin vendosur në stadium, në pjesën e caktuar për ta, edhe sipas marrëveshjes me klubet, dolën jashtë stadiumit duke u bashkuar me grupin tjetër të cilët këmbgulnin të hynin në stadium pa bileta. Shkruhet në komunikatën e Federatës Shqiptare të Futbollit, ku akuzohet edhe klubi i Tiranës që sipas FSHF-s po e përdorte tifozërinë e vet si pretekst për bojkotimin e ndeshjes. Nëpërmjet kësaj komunikate, Federata Shqiptare e Futbollit ka dënuar ideatorët e kësaj ngjarje, duke premtuar se komisionet e disiplinës do të marrin masa të rrepta për fajtorët. Por nga ana tjetër, federata heq çdo përgjegjësi nga vetja, a thua sikur të ishte një institucion kukull, dhe jo organizmi i përgjegjës për mbarvajtjen e ndeshjeve të futbollit në Shqipëri. Reagimi vetëm dhe i menjëhershëm pas kësaj ngjarje ka ardhur nga policia e Korçës, e cila ka çuar për ndjekje penale 4 tifozë të Skënderbeut, të cilët do të hetohen në gjendje të lirë me akuzën e hedhjes së sendeve të forta dhe fishek zjarreve në fushën e lojës, me pasojë plagosjen e lehtë të 8 tifozëve.